كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu subhanahu wa taala e shpërblet valonin edhe vllazërit e tjerë të gjithë që janë bërë sebeb na marrë në këtë iftar. Edhe pse po vjen pak vështirë me thonë, po iftari më i miri deri tash. Allahu subhanahu wa taala e shpërblet. Edhe juve vllazëni që keni ardhur, Allahu subhanahu wa taala ju shpërbleft. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu, o besimtarë o musliman, la takhunu Allaha war Rasul, mos e tradhtoni Allahun subhanahu wa ta'ala e mos e tradhtoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, se e tradhtoni amanetin e juve, e tradhtoni veten e juve. Wa antum ta'lamun, ju e dini shumë mirë se kush mundohet me tradhtu Allahun nuk mundet me tradhtu. E tradhton veten, se në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa taala kur ka fol për munafiqët ka thonë: yukhadi'una Allaha walladhina amanu, ata mundohen me mashtru Allahun subhanahu wa taala dhe besimtarët. O ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ata nuk e tradhtojnë kanë hiç veç vetën e vet, por nuk e kuptojnë që kanë mashtruar vetën e vet. Edhe ka me shkuar gat deri ta kuptojnë që kanë mashtruar vetën e vet. Çaq gat ka me shkuar deri kur shkojnë te ura e Siratit. Se disa munafik janë qaq të bindur se janë mirë, pos nurën e Siratit kanë me kuptuar që s'në kanë mirë. Po idha qila lahum aminu kama amana an-nas, kur u thuhet atyre besoni që kanë besuar njerëzit, qalu anu'minu kama amana as-sufaha, thonë a me besuar që besojnë me ndjeletët. Ata me ndjelet në këtë kohë i kanë qujtë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot shokët e tyne i quajnë me ndjelet ata të cilët punojnë me jetët e tyre, me pasuritë e tyre, liyakun kelimetullahi hiya al-ulya, që fjala e Allah subhanahu wa taala të jetë më e larta. Dhe që është interesant, i quajnë me ndjelet duke i shfrytzuar tekstet, duke shfrytzuar librin e Allahut e sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. La takhunu Allaha war Rasul, mos e tradhtoni, mos u munoni me tradhtu Allahun e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atyre të cilëve Allahu subhanahu wa taala ka thonë mirë, ju i thoni të këqij. Atyre të cilëve Allahu subhanahu wa taala ka thonë të këqij, ju i thoni të mirë. Pastaj këtë thirrje e mbështesni tek paria juve, tek hoxhallarët e juve, tek dietarët e juve, ama ja, ata nuk janë dietarët e sunetit. Ata nuk janë ata të cilët me jetët e tyre edhe pasuritë e tyre ndihmojnë që fjala e Allahu subhanahu wa taala të jetë e larta. Ata ndihmojnë që fjalët e njerëzve të jenë të larta. Mirë për atë fjalët e cilët janë kundërshtim me veprat e tij. Mirë për atë fjalët e cilët janë kundërshtim me veprat e tij,
mirë për atë përsëri fjalët e të cilit janë kundërshtim me veprat e tij. Ata që e kanë kundërshtuar në atë kohë Abdullah ibn Zubairin, janë ata të cilët sot e kundërshtojnë njerëzit të së vërtetës, Taifetul Mansura, grupin e shpëtuar, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, të cilin e transmeton Imam Muslimi, e transmeton Imam Ahmedi në Musnad, la tazalu taifetun min ummati zahirin ala al-haq. Vazhdimisht ka me pas njerëz nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët haptazi kanë me shpjegue ashtu që ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk e bojnë mend shkathojnë ata tjerë, kur smërziten për këtë punë. As nuk bojnë matematika para se me me fol, as nuk kanë elemente të popullit të lutit, as nuk kanë elemente të tradhtis, as nuk kanë elemente të përzierjes me fjalët e njerëzve edhe ligjet e njerëzve, ata për çata se kanë gojle. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Ata nuk mërziten kush i kundërshton ata, nga mrena as nga jashtë. Hatta yati amrullahi wa hum ala dhalik. Ata vazhdojnë të jenë të tillë derisa të vjen urdhni e Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: ya ayyuhalladhina amanu, o besimtar, lima taquluna ma la taf'alun. Pse e thoni atë të cilën vetë nuk e veproni? A thon librin e Allahut, an sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë gjetë ata dikun se në disa vene bën edhe që shtojnë njerëzit, e në disa vene do të që shtot Allahu. A mos e kanë gjetë ata në librin e Allahut e në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se bën me jusur lavde atyre të cilët i nënshmojnë e përbuzin njerëzit të cilët japin gjithçka, që fjala e Allahut dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë më e larta, kanë gjetë libër. Ja, librat e tona jo. Në Kur'anin që e lexojmë na jo. Në hadithet e sakta që kanë ardhur te ne, jo. Ato i kanë gjetë te pejgamberët e vet. Se dhe ata i kanë disa pejgamberë të vet. Nga se pejgamber është gjithë secili që shkon sipas udhëzimeve të tij. Kurse ne nuk shkojmë sipas udhëzimeve të askujt, përveç sipas udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo kush prej dietarëve, njerëzve të ditur, i cili del nga rruga e sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk vlen as përmenet, as quhet salavat për të, as asnjë gjë hiç. E ka lëshu udhën në cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me lëshu udhën e drejt, ose me vret njeriun që e ka lëshu udhën e drejt, është e lehtë, nuk është shumë e vështirë. Nëse vija prej kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, deri sot është e njëjta vi, janë njëjtat veprime, janë njëjtat fjalë, janë njëjtat sprova. Kjo është argument, kjo është shenjë se këta janë në rrugën e drejtë. Kur e kanë përmend shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sprovat e tyre, me të cilat janë sprovuar shumë, për shkak se mas shumti që ka sprovuar Allahu janë pejgamberët, pastaj ata të cilët janë më afër pejgamberëve, e më afër pejgamberëve se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka pas. Pastaj ata të cilët janë në rrugën e drejtë prej dietarëve të sunetit, e kështu me radhë. Merrni historinë edhe lexoni çfarë sprova përmenin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej sprovave që i përmenin besimtarët në Mekë janë torturat që e kanë bërë mushrik ndaj tyre. Është izolimi që e kanë bërë në Mekë 3 vjet. Është betejë e Bedrit e Uhudit. Është betejë e Khandekut. Është betejë e Khajberit dhe të tjera që i përmenin sahabët. Pastaj ata që vinë mas tyre, shifne cila sprova i përmen Shekull Islami për veti, ose tjerë për Shekull Islamin, cila sprova i përmen Imam Ahmedi ose të tjerët për te, cila sprova Abdullah Mubareku, cila sprova Imam Buhariu, në cilat tjetri. E tash a ditë cilat sprova i përmenin. E bojmë kanë hajgare me një vëlla musliman, sprove modhe, së në të gjithë parking me parkukerin, ka me të nudhe, e ka arrua adapterin të shpia, sprove shumë e ronë, ka me telefoni pa mush, të në këto janë pasusit të sunetit të
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a dini sprovën më të madhe që a keni, kur e keni harruar ta deri në shtëpi. Sprovën më të madhe kur s'keni mujt me gjetë vend me parku kerrin. Dhe këtu pastaj thirremi në sunetin e pejgamberit sa ku suneti e pejgamberit sa ku. Kjo është suneti i adapterit. Kjo është suneti i parkingut. E hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum. A mos ka menuar dikush me hyrë në xhennet? Pa i ndodhë sikur ajo që i ka ndodhur atyre që kanë qenë para tyre, besimtarve. مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Derisa pejgambert edhe ata që janë me pejgambert janë sprovuar çaq shumë, çaq tepër, derisa kanë thonë, a thua do më na ndihmua Allahu as do më na ndihmu. Nëse shohim na sa nuk sprovohemi, duhet me dyshua thu jena në Islam as jena hiç. Çka është të ndodh kështu me neve? 20 vjet në Islam, po ti vetë këndosh me bani problem, veç më të sprovu diçka Allahu. Edhe pse më kon drejt, s'ka pas nevojë me bë problemin hice, e bojnë ata tjerë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mërziteshin kur nuk sprovoheshin. Ne mërzitemi nëse sprovohemi. A vazhdimisht kjo dunjoja sprovës, po valla dunjoja sprovës fort bukur e madhe shumë. Kjo dunjo kalimtare dunjo e testit, me çfarë testi e të botin këtë dunjo? Me çfarë testi do me dalë para Allahu subhanahu wa taala? Çka do me thonë Allahu subhanahu wa taala? Nesër pyet Allahu subhanahu wa taala, çka ke bo për hir të Allahu subhanahu wa taala? Veç namazet ato nuk do të më përmend se më pas këtu dana është këtë çetër mesele krejt, po do të më përmend diçka që është bo vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala, për të cilës kanë pas dobi musliman. Kjo është feja. Besimtari dallohet nga aktiviteti i tij për të mirën e përgjithshme të muslimanëve. Kjo është besimtar. Nuk dallohet besimtari kush fal namaz shumë, kush agjiron shumë, kush jep sadaka shumë, kush shkon haj shumë. Ja, ato i ka për vete, ato ne t'i bën gjithë ditën. Besimtari dallohet, ata shohin hajrin besimtarët e tjerë. Muslimanët e tjerë ata shohin hajrin ty. Cila është vepra jote që e ke bërë për besimtarët e tjerë? Qoftë edhe një iftar, nuk ka problem. Qoftë edhe një fjalë e mirë, nuk ka problem. Qoftë që ja ke mësuar dikuj elhamdulillahi rabbil alamin, s'ka problem. Qoftë që ja ke mësuar dikuj shkronja, s'ka problem. Qoftë se ke uzuar dikun për të liri, diçka. Musliman që kanë pas dobi prej teje, për mos me thonë dikuj për neve se çka ta shohin sherrin musliman, se plot muslimanët janë në zor prej tyne. Të bë fesad, e të bë sherr, të bë zarar, të mos u mirë me ata të cilët ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më mirë, po shumicën e kohës duke u mirë me ata me të cilët Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar mos më mirë. Ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala mos më mirë me musliman. Wala tanazi'u, mos u kapni me zveti, thot Allahu subhanahu wa taala, fatafshalu, për shkak se ta prisheni, wa tadhhabu rihukum, humbet fuqia juve. Ka humbur fuqia muslimanëve. Pse ka humbur? Për shkak se ata janë prish me zvete. Për shkak se ata s'kan kohë më marr me të tjerët, kanë kohë më marr me gjunohat e muslimanëve edhe nëse janë gjunoha. Për shkak se gjunohat nuk përmirësohen duke ja publikuar tjerëve. As nuk nuk përmirësohen duke u bë muslimanëve sherr pse ka bënë një sherr, por duke shkuar të e shëru, duke e ndrejt çat gabim që është bë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në Kur'an, një prej pejgamberëve, in uridu illa al-islaha mastata'at, gjithsesi prej neve duhet me pas për qëllim me bë përmirësim, çfarë të kena mundësi, kurse si me më bë sebeb për më bë një fesad, një keqe, o ma tawfiqi, edhe nuk vjen suksesi veçse prej Allahu subhanahu wa taala. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Ashtu sikur që e lutim në çdo namaz, ihdina siratal mustaqim. Por ma poshtë vjen një ajet, siratal ladhina an'amta alehim, më na udhëzuan rrugën atyre që ju ka dhënë begati. Ata të cilëve u ka dhënë begati Allahu janë sahabët. Disa prej komentatorëve kanë thonë, shumë njerëz që lexojnë Elhamin nuk e dinë çka janë të i lutë Allahut. Je të i lutë Allahut, bën mua sikur që ju kanë sahabët. Po ka lexoje pak
Çka kanë sahabët, çka ka bën me jetët e tyre, çka ka ndodhur me derisa e ka vdekja. Kur të lutemi o Allah na uzon në rrugën e sahabëve, duhet me ditë se rruga e sahabëve nuk është rrugë e hajgareve, nuk është rrugë e lehtë, nuk është rrugë e sefas, por është rruga asaj që e dim, që kanë kaluar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë sebeb për hajër, e të na bëjë larg prej atyre që bëjnë sherr. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.